Përshëndetje dashur shikues, mirë se vini në Agora News. Do të flasim mbi zhvillimet e fundit, teksa sot është dërguar për gjykim dosja e Ilir Metës. Por çfarë do të thotë kjo dosje në ngarkim të ish presidentit Meta, dhe ndërkohë do të prekim edhe tema tjera, siç është ajo e Ballukut, apo dhe qëndrimet e fundit të Edi Ramës në raport me ndërkombëtarët dhe sa rrezikohet vetë Edi Rama prej tyre. Për të folur për këto çështje ne kemi të ftuar avokatin zotin Romeo Kara. Zoti Kara, përshëndetje. Përshëndetje për. Avokat, si e keni parë çështjen e Ilir Metës në gjithë harkun e saj, por ndërkohë ditën e sotme është dërguar për gjykim nga ana e gjykatës së posaçme vetë dosja e tij. Çfarë do të thotë kjo në këtë rast? Do të thotë që në këtë moment, edhe pse është me mjaft vonesë për këtë periudhë shumë të gjatë, tranzicioni pa fund dhe me shumë kosto për shqiptarët, karakterizuar nga një ushtrim i papërgjeshëm i pushtetit nga gjitha partitë që kanë pasur shansin të jenë në pushtet. Më në fund, kemi një sinjal që për një nga kokat më të mëdha korrupsioni në Shqipëri, çështja shkon gjykatë. Pra, në gjykimin paraprak u vendos nga gjykata që të pranohet çështja siç është, me akuzat e prokurorisë, faktet e provat e serviruar për saj, dhe tani çështja shkoi për gjykim nga baza. Domethënë, do të kemi një ballafaqim dëshmish atje, akte ekspertimesh, edhe një luftë, kuptohet fort procedurale, ku të shpresojmë që drejtësia të thotë fjalën e saj. A do të kemi një dënim, do të qëndrojnë deri në fund këto akuza, apo do të bien dhe do të qëndrojnë në mënyrë të pjesshme, pra do të qëndrojnë në mënyrë të plotë apo të pjesshme, të ngelit ta shohim përgjatë gjykimit. Por mendoj që mund të ishte edhe më e plotë dhe me njerëz të tjerë të përfshirë. Pasi mungon emri i Kasrot Ismailej, që ishte i akuzuar në të rast, i cili është dënuar për vjedhje nëpërmjet mashtrimit për pjesën e korrupsionit. Mungojnë zyrtarët çek që kanë marrë pjesë të korrupsion. Për mua mungon minimumi kryetari bordit të erës, po dhe antarët e bordit të erës, të cilët në vitin 2010 në dhjetor kanë marrë një vendim me shumë pasojë për ekonominë shqiptare, ekonominë publike, duke ulur çmimin e shitjes së energjisë nga keshi tek çezi i kohës, çez shpërndarje, nga 2.08 lek për kilovator në 1.40 lek për kilovator. Me një dëm, parafërsisht, domethënë, i shkon nga 30 deri 35 milionë euro në vit. Se janë miliona kilovator që do të shiteshin sipas këtij parashikimi, pra me një tarif të rregulluar ku favorizohet në mënyrë të paligjshme çezi dhe dëmtoi ekonomia e shtetit shqiptar. Kjo ka lidhje, pra lidhja kohore është e tillë, është hartuar dhe është lidhur pastaj, u lidh në mënyrë të pjesshme një kontratë mbledhjesh borxhesh në 1 shtator vitit 2010, pastaj është lidhur përfundimisht kjo kontratë në 1 shkurt vitit 2011. Pra pak pasi ere miratoi këtë vendim shumë favorizues për çes shpërndarje. Në lojë kanë qenë rreth 230 milionë euro debit të vjetra, të cilat kur maturohen arrin në dyfishin e tyre, pra aq e kanë, nuk shkon më tej se sa vetë principali, si shumë, pra do të ishin 460 milionë euro. Pa folur për debitit do prodhoheshin, do ndiqeshin në vazhdim, 50% të cilave, pra në mënyrë sigurt 230 milionë euro do të kalonin në këtë kompani që ishte ofruar si kompani e njohur, pra në bazë dëshmive, unë kam faktura atje, me lidhje të forta me qeverinë e kohës, Metën dhe Berishën bashkë. Dëmi është bërë
jo në shifrën 230 milion. Kemi pasur fatin të parandalojmë, kam qenë vetë personalisht i përfshirë në këtë dëtim, e parandaluam edhe në arbitrazh, është një sukseset e pakta që ne kemi në arbitrazh, dhe për më tepër, atje kemi fituar me një precedent, që është i vetmi llojin e tij për arbitrazhin e Vienës. Besoj se ndëshkimi i pritshëm që unë mendoj që do të marri Meta, do të jetë një sinjal i mirë që drejtësia po fiton një lloj terreni, edhe pse ka shumë për të bërë, dhe për zullumqtarët e tjerë, të cilët duke qenë sigurt që ky ndëshkim s'do vinte kurrë, kam bërë po aq sa Meta, mos themi edhe më tepër se Meta, zullume me pushtetin e tyre dhe me parat publike. Mendoj që ka rëndësi, dhe për kjo ka qenë dhe shtytja ime e brendshme. Asnjë lloj arsye politik, thjesht që këtu kishte ardhur me kohë që këta njerëz të përballeshin me pasojat e veprimeve të tyre të bëra fsheruesi apo hapur, se shumë nga pushtetarët që kanë qenë dhe janë e ushtrojnë me një arrogancë të tillë pushtetin, sa unë i shoh përtej çdo logjike dhe sjellje normale, duket sikur na bën dhe kashillik. Me shkeljet e tyre, që po i bëjnë dhe hapur, bile, për të arsye mendoj që shembuj të tillë, megjithatë unë e mendoja më të fortë përballë Metës. Me akuzat të tjera, ti ishte futur në filter nga drejtësia gjithë jeta e tij, edhe pasojë pafund, se janë prekur në mënyrë përcip, besoj nga organi akuzës, dhe nuk ka dalë thelbi i zullumeve të tij, domethënë. Të shohim, mbase ky si proces i parë, mund të ketë vështirësitë e veta, shohim si do të marrin shembull pastaj të trimërohet organi i akuzës, gjykata, po dhe njerëz të tjerë thjesht, se po nuk ndryshoi koncepti i njeriu thjesht, do vështirë është që dhe institucionet të ndryshojnë në distancë të madhe prej tij. Po, ndërkohë Ilir Meta nga ana e tij ka reaguar duke thënë që do të shmontoj gjitha gënjeshtrat që janë ngritur në formën e akuzave ndaj vetë tij. Në këtë rast, për çfarë gënjeshtrash bëhet fjalë dhe cili do të jetë, po themi sipas jush, betejë që do të zhvillohet në gjykatë sa i përket Ilir Metës vet dhe akuzës nga ana tjetër? Ilir Meta me të vërtetë nuk ka asnjë lidhje. Përkundrazi, po të kishe edhe 1% gënjeshtër, paktën po flas aty ka 3 akuza, njëra e para është iniciuar për me, pra afera DHS, po të kishe sikur 0,01% gënjeshtër, Ilir Meta do ishte bërë trim e flet prej vitit 2017, që është dorëzuar ai kallëzim, se përmendi kur deri në vitin 2023 kur u paraqit për parë SPAK. Pra, ka pasur kohë të njihet në gjitha faktet, ka bërë me 10 veprime tjera, por nuk është marrë kur me komentimin e asaj çështje publik. Dhe raporti me të vërtetën e kam shumë më të shenjtë se sa çdo gjë tjetër, sidomos për gjatë këtyre 10 viteve të fundit e kam treguar që i përmbahem me shumë koforsi këtij raporti dhe respektoj më së shumti. Ka qenë një busull që nuk më ka tradhtuar kurrë. Dhe mendoj që edhe pse ka folur për surpriza këtë diu në proces, për ta kthyer proces politik tani, të paktën nga ana ime, unë jam një nga 3 kallëzuesit paktën. Jam i pari që ka nisur ky proces. Nga ana ime s'ka asnjë prapaskem politike, as intrig dhe asgjë pa vërtet. Për gjithë ato që kam ofruar atje, kam bindje plot dhe do përballem me të në gjykatë dhe atje ta shmontoj, të nxjerrë dhe ai të vërtetat e tij. Po ka lidhje me të vërtetat, Ilir Meta sa s'mund ketë lidhje me anglishin e Gomar Peqini. Unë këtë jam i bindur, domethënë. Këto janë deklarata politike, të thëna apo jo në ekstaz, me qëllim që t'i përdori nesër
në kontekstin e gjykimit të tij mbasi Strasburg e tjerë, por nëse do të flasim për vërteta Ilir Meta, ne duhet të përgatitem të çuditemi më tepër. Por atë vërtetat reale të tij do të jenë ato që do të tregojnë dhe çfarë ka bërë dhe nuk po i faktohen. Se nuk ka dhe një dashamirësi kaq të madhe nga sistemi i drejtësisë për të marrë realisht me çfarë ka bërë Meta që në gjenezë, momenti që ka milituar në politikë dhe në pushtet. Shumë legjenda thuan, shumë i kemi parë, por nuk i provojnë dot, po të paktën këto që po them unë, kjo është e provuar dhe e di gjithë Shqipëria. Unë pata kuraja, durim, fat të kem të bëj me disa materiale, ku besoj me një investigim në base edhe jo të letë, do të provohen këto fakte që kam ofruar unë me prova. Vetë ai ka përmendur në derën e Spakut, pasi u thirr për herë të parë si personin e tim, besoj nga vjeshta e vitit 2023, ka përmendur që ky vendim i erës, për cilën unë ju referova pak më parë, i dhjetorit vitit 2010, ka qenë një vendim i paligjshëm dhe në dëm të interesave të shtetit shqiptar. Se çfarë lidhje ka ai me atë vendim, ai do duken nëse do të ishte për krah të tij fare mirë, në mënyrë të pakundërshtueshme, edhe antarët e bordit të erës. Se nuk do të mbani në burgun e Metës Kurisë. Por, mos qenë atyre këtu, them që edhe kjo drejtësi që vajti këtu me kaq mund, ka vajtur në mënyrë të pjesshme. Duhet ishin gjithë bashkë, Meta dhe Berisha si kryeministër. Ka qenë nën ndikimin dhe nën pushtetin e tyre të plot politik, s'ka vepruar ndonjëherë erë si e pavarur. Asnjë prallë të tillë nuk e beson një njerëz që njeh sistemin energjetik, aq më tepër unë që kam tani mbi 10 vite aty. Ere ka zbatuar gjithmonë porositë e politikës lartë. Dhe maksimumin në kompromis me një ministër, por kryesisht me kokën e vetë qeverisë. Dhe nuk besoj që edhe po mos e thoshe Meta, ta pranoj vetë kur doli nga Spaku, nuk besoj kurrë që vendime të tilla me këtë kosto do të kalonin pasaj, do të bënin që të rinte të heshten në qeveri ish ministri i financave të kohës, Bode apo një tjetër, që lapsin e kam pasur shumë të hollë për t'i bërë këto llogaritë edhe pasojat e vendimeve të tilla. Ka qenë një kompromis ku ka heshtur gjithë qeveria dhe ka rënë dakord që kjo gjë të ndodhi, prandaj t'japin hesap se nuk mund të tolerohen në mënyrë të përjetshme veprime me të tilla konsekuenca. Pra në vetëm një vit ka qenë i dëm, po t'i marrim gjitha vitet, të llogarisim sa shkon dëmi. Prandaj unë kam thonë, me një dëm minimumi kam vënë atje 39 milionë euro, por duke marrë parasysh për një vit dikim, edhe për disa pasoja të tjera që kam vënë tek DHS. Po në fakt dëmi ka qenë shumë i madh dhe do të ishte akoma më i madh nëse nuk do ta kishim ndaluar. Kështu që e vërteta ime është më e vërtetë se e vërteta apo të vërtetat e Metës. Ka pasur kohë Meta kur ka qenë kryeministër apo kryetar parlamenti apo president t'i thoshe këto të vërteta dhe të mbështeten në të vërteta. Tani le të gëzoj dhe ai si çdo person tjetër të drejtën e i procesit të drejtë gjyqësor në procedura të tjera, por për të vërtetën nuk besoj se ka lidhje. Ndërkohë në opinionin publik dhe në media ka një argument që se ndërtohet në atë mënyrë që dakord Ilir Meta dhe Berisha që po përballen me drejtësinë dhe Spaku nisi proceset ndaj tyre, po si është e mundur që Edi Rama mbrojti në kuvend me forcën e kartonëve vetë Belinda Ballukun, të cilën Spaku kërkonte të ishte imunitetin, kërkonte që kuvendi të ishte imunitetin dhe më pas Spaku të vepronte për të ekzekutuar masën e arrestit ndaj saj. Në këtë rast drejtësia vepron me regji nga Edi Rama sa i përket rastit të kundërshtarëve politik dhe momentin që drejtësia i vjen tek dera, ai më njëherë shtrëngon radhët siç ishte në rastin e Ballukut? Tani e para Berisha nuk po bën një përballje me drejtësinë. Pra Berisha e çmendi dhe një rrugë
të tërë atje ke Mustafa Matohiti me megafon. Po, kur ishte në arës shtëpie, po. U çua nga gjumi, kur i kthyen PD, bëri foltorën e gjitha vetëm për të mbrojtur veten e tij, për ta përdorur këtë forcë politike në funksion të interesave të tij. Dhe sot PD po vuan pasojë. E dyta, tani ju po thoni që drejtësia bëhet me regji. Atëherë nëse bëhet me regji si kundër kundërshtarëve politik të Ramës, ashtu edhe njerëzve që janë në partinë e Ramës. Tani, ju mendoni që Rama e çoi drejtësinë tek Balluku dhe pastaj Rama krijoi këtë përplasje me drejtësinë, një përplasje që i ka dhënë shumë kosto? E mendoni kështu? A ka logjikë domethënë? Jo, ka një forcë ndërkombëtare që detyron Spakun që të vijojë të godas nivelet e larta, dhe nga ana tjetër po kjo forcë ekziston pavarësisht Ramës, ose Rama ka drejtësinë në dorë. A mund të flasim për një segment, po tani a mund të dërgonte Rama ti thoshe drejtësisë arrestoni Veliajn në shkurt vitin kaluar vetëm 3 muaj para zgjedhjeve? Edhe vetëm me ato parakalimet që u bën me punëtorët e bashkisë dhe me atë retorik që mendon si Rama, ka hyrë me minusa të mëdha në zgjedhje në maj të vitit kaluar. Tjetër punë që kishte përballë një kalë të ngordur. shumë kush mendon që ishte dora e Edi Ramës. Po këto gallata që i bëjnë, domethënë ne shqiptarët jemi kështu bujar në gallata. Si ishte dora e Edi Ramës, duke lozur bas me veten? Si mendoni ju që po t'ishte edhe Meta bëri një kërcënim, ja çoi Ramës, që kërcënimi që pak a shumë, por nuk përdore pushtetin për ta frenuar të drejtësi të Këshimeje, edhe unë do të marr me vete, do të nxjerrsa gjëra të tjera. Këto ishin pak a shumë mesazhet që u dhan nga avokatët e tij. Por si mendon ti që është kaq e thjeshtë që të shesësh disa figura të mëdha, për shembull Rama pas ka çuar Ilir Beqen, Lefter Kokën, Erion Velin e tjerë? Apo e kanë marrë? A i është justifikuar se këta hanin dardha dhe kumbla pas shpinës ti? Më lëre dardha dhe kumblat, është retorik politike. A ka në një fakt kur thuhen gjërat se unë prandaj jam shumë i kursyer. Mbase fjala ime kur del në publik nuk përbën atë bumin. Për mua unë i kam thënë njerëzve, mos i gjykoj librin nga kapaku, edhe një intervistë nga titulli që vë gazetari. Këtë rast i tij, por nuk po ankohem për këtë. Shumë intervista që kam dhënë, nuk kam pasur lidhje me titullin që kanë vënë gazetarë. Bomba e këtij, bomba atij, thonë se unë eci me bomba në xhep ose provoj bomba. Tash. Habit avokati filan. Titull një ran, domethënë. Ta hedh gjithë intervistën poshtë. Intervista ka qenë e gjitha një analizë politike. Mund të kem ofruar një amencim, ata e kanë ofruar sikur unë po bëhet një lajm i ri. Edhe kjo tani do na shërbej lexuesit për le ta edukojmë lexuesit. Unë nuk i lej vetes bëj analiza ose kur them është kjo pa fakte të mbështetura në prova. Se këtë kam edukim, unë nuk është se kam pjesën e profesionit tim, e kam thjesht part-time. Jo, patjetër, duke u mbetur fakteve dhe ngjarjeve kronologjike të politikës dhe zhvillimeve brenda qeverisë. Shiko, unë kam qenë edhe drejtues, domethënë. Edhe kur më mankoi dikush, bile janë të njohur ato që kanë bërë. Është ankuar dikush për një shef sektori atje. Një paralel me të, ose 2 drejtor për njëri tjetër. I kam mbledh. Edhe kam ballafaqur atje në vend. Ose kam dëgjuar dhe një pa një tjetër, duke qenë që nuk korespondonin kur, thonë, i kam ballafaqur edhe në syt kolektivit. Duke treguar që do t'i zgjidhni problemet se unë nuk u lë kështu. Ti bësh kallauz apo spion, e ti tjetrin po të gjykoj me këto që më thaku. Jo, atje i kam ballafaqur. Nuk i kam trajtuar njerëzit në mënyrë diskriminuar. Ata me të cilët unë kam punuar. Edhe janë skuqur aty për momentin, janë zverdhur, e kanë parë që nuk ka lojë
të më bësh ti mua, të më vegël, të më me diversionet e tua, të më përdorësh ti, edhe pse jenë në bashkësinë time, e të bëhem unë instrument në dorën tënde, jo, nuk e bëjte. Edhe këtu kur dal, unë nuk them gjëra që nuk i besoj. A nëse më thua për një analizë politike, hajde bëjmë një analizë politike me këndvështrimi im, si e mendoj unë. Po këtu se ne themi analizë dhe shumë personave që fatkeqësisht tani kjo hapja që është bërë ka të mirë, por ka të keq që edhe veta. Po, patjetër. Këtu tregojnë pralla shumë persona. Unë po e them, ku jam i bindur? Ku flasim? Unë nuk jam i bindur. Nuk besoj se ti je i bindur që Rama kontrollon SPAK-un. A mund të kem unë ca informacione më tepër? Besoj se i kam. Dhe nuk ka dash Akuza po themi që nuk ka prova konkrete, është vërtet. Akuza është që kontrollon segmente të caktuara. Jo, nuk ka segmente të caktuara. Rama ka një dallim nga dikur nuk i kushtonte gjë kur qoftë Arben Ahmeta, qoftë një tjetër se kishte fuqi ta përballonte në edhe me Sajmir Tahir, edhe pse i ndodhi, nuk e përjetoi mirë. Ja morën Sajmir Tahir, nuk e shiti. Po pra, po ka dhënë shenjat atilla që në rastin e Arben Ahmetajt tha që po t'jem dhe unë prokuror dhe gjykatës dhe ta psonte shumë herë më keq, ndërsa në rastin e Ballukut u bë avokat. Dakor. Domethënë, ne i shkojmë narrativës politike që ka ndjekur vetë kryeministri Edi Rama. Ka një moment caktuar që SPAK-u nuk i ka shkuar kësaj narrative. Janë mbjellur dosit atje. Rastin e Arben Ahmetaj ke sigur po të mund tani. Arben Ahmetaj u përplas me të, bëri disa lëra politike që nuk i hecën, i bëri llogarit gabim, siç thuhet, u bë kallauz, duke qenë kryeministër, kallauz në krahun tjetër politik i partisë ti, se këtu thuhet, domethënë. U sulmua një drejtor tatimesh, edhe u interesuaj një televizion caktuar. Ore, kush më sulmon, thënë, nga vinë këtë informacione kundër meje. Duke marrë vesh këtë sulm, mori vesh që dhe dosja e incineratorëve dilte aty prej këtij apo njerëzve të këtij. Pak para zgjedhjeve vitit 2021. Dhe dosja është akoma në ndikim politik. Pra duhet gjykuar me kokë të ftohtë, nuk është kaq e thjeshtë. Pra, ai ka menduar zotëria apo një tjetër, se ka pas e tjera i që e morën kthesë në moment fundi, ka menduar që 8 vjet do ta mbante pushtetin PS-ja, do kalonte pushtetin krah tjetër. Dhe mund kalonte. Po me sa kuptoj unë nuansun, qenia e Berishës atje, i ka bërë edhe faktorin ndërkombëtar të jenë mosbesues. Mbas ndërimit pushtetit, kemi parë nga 2021 më brapa, kemi parë që muaj të tërë nuk ka pasur komunikim midis kryeministit Rama dhe zëvendësit e tij Ahmetaj. Dhe jo rastisht, pa bërë 24 orë nga ceremonia e Begajt, gjë e parë që bën shkarkon Ahmetaj. Pra, ka një këtu ishte deri këtu backgroundi politik. A e shfrytëzoi SPAK-u duke parë që ky ngeli pa mbrojtje dhe SPAK-u vinte emër, mund ta kesh shfrytëzuar. Por në rastet e tjera, më thuaj, e vërteta mbi qeverisjen sot ka ardhur nga puna e SPAK-ut apo nga dinjiteti i madh i opozitës. Edhe pse ka bërë disa kallëzime. U mësuan ata panë që një qytetar i thjeshtë si Romeo bëri kallëzime këtu e 2019 para. Pra kjo ishte rruga, kontestim me fakte e prova. E vërteta, kjo gjendje, pra deri diku e ka zhveshur qeverinë nga demagogjia e pafund që ka Rama, e ka me politika, derisa edhe ne veritesh kur dëgjon këtë demagogjinë e tij. S'ka lidhje me gjendjen dhe me hallet tona, edhe me çfarë shohim ne, se të bën dhe për budalla demagogjia e tij. Kjo gjendje që ne njohim të qeverisje tani fare mirë, më tepër ka ardhur nga puna e SPAK-ut.
Dhe nuk e pason pasur keq partner tanë që duhet një ripozicionim i drejtësisë për pastruar politikën. Sa i duhet me parë që na kanë marrë, tërkohën ai vjedhin zgjedhjet. Pra si mund t'i heqim ne nga loja? Ata duhet të heqin dhe nga loja publike për shumë gjëra. Atëherë me drejtësi. Kështu që ne jemi në momentet që a do vendosim të instalojmë dëshkimin e merituar për veprat e rënda penale të korrupsionit, shpërdorimit detyrës e tjerë, pastrimit parave e tjerë. A do të arrijmë ne ta rikuperojmë përveç dëshkimit, i të japim mësim për ata që do vinë nesër, të rikuperojmë sadopak nga ajo pasuri e madhe që na janë mbledhur, se janë 10 miliard euro që i mungojnë buxhetit shtetit dhe shqiptarëve. Kështu që ne po e futëm shqiptarët, jo po këtë ka Rama në dorë, këtë ka ky në dorë. Po pse nuk thonim ne dikur që pushteti, unë kam parë dhe njerëz dikur në gjykata penale këtu e 10-12 vjet para, po përmendë emrin Metës në gjykatë, driteshin gjyqtarë. Po sot ka një frymë tjetër. Pra, a ka ndikim ata? Ka ndikime. Po këtu, kur jenë në lupën edhe të huajve tjerë, është çik vështirë. Edhe vetë kush merret me këtë punë e kanë marrë vesh. A kemi ne disa vizita që kanë qenë vetëm për spakun? Po, Nga pushtar shumë të lartë amerikanë dhe europianë. edhe Gjerman konkretisht, ka qenë ministri i jashtëm Gjerman dhjetorin e kaluar dhe Ministri i jashtëm vjen e nuk takon kryetarin e shtetit, po takon kryetarin e strukturës. Pra mos Dhe duhet- ka tjetër. po, dhe duhet thënë fakt sepse do të kaloja tek ajo pjesë që ministri i jashtëm Gjerman është një nga figurat kyçe në politikën europiane, madje ndonjëherë shumë herë më i fuqishëm edhe sa vetë Merzi. Mersi është kancelar dhe është i përfuqishëm atje. Po tani unë mund të them që kjo Europë është bazuar me largimin e Britanisë, është bazuar tek një dualitet, domethënë që është e bashkëpunues në një njëjtën kohë franko-gjerman. Aty u ngrit edhe tregu i përbashkët europian me 6 vendet e para, përfshirë edhe Italinë. Pra, motori, lokomotiva e këtij unioni padyshim që është Gjermania. Me atë ekonomi, edhe pse nuk është me ritmet e veta të kohës artë saj, po ka 5.4 trilion GDP, më shumë se Japonia. Pikërisht në këtë rast, a ka hyrë Edi Rama në një kurs për plasje me gjermanët, duke qenë se ata kanë qenë dhe mjaft kritik sa i përket procesit antarësimit, duke kushzuar atë me qasje ndaj Belinda Ballokut. Unë shoh që e ka humbur qetësinë që karakterizonte edhe batutën, edhe nëse vazhdon kështu, padyshim do të hyjë. Padyshim do të hyjë. Dhe kur jam përballur për problemet e drejtësisë, më thonë njerëzit ti po lufton me mullit e erës. Se ne ngrem legjenda nga hiçi. Këtu për ambientin shqiptar ne na duken shumë fuqishëm, por nuk mund të jenë fuqishëm në Shqipëri nëse nuk marrim parasysh pjesën e kontekstit më gjerë, të rajonit edhe më gjerë. Dhe padyshim që edhe për këta që na duken kaq fuqishëm, këtyre që han vet apo ja han dardha dhe mollët e këta diun pas kurizit, do të ketë një fund. Çdo natë ka fundin e saj. Dhe po të kishin ndjekur fillin e drejtësisë, ky fund do të ishte shumë i shpejt, momentin e dur. Dhe ne nuk do të kishim të pasoja. Dhe pasoja më e madhe është largimi i njerëzve që kanë humbur shpresën se ky vend bëhet, dhe prishja e gjitha ekuilibrave që do të siguroni stabilitetin dhe garancinë që këtu mund të jetohet. Dhe Shqipëri nuk mund të jetohet pa i bërë një luftë të fortë fukarallikut, se kur njerëzit largohen ka disa faktorë. Një nga faktorët është zhveshja e vendit nga mjetet e nevojshme të jetesës. Pastaj është faktori siguri edhe drejtësi, por dhe shpresa që ky vend mund të ndryshojë. Pra këtu standardi është deri këtu. Dhe që të bëhet një vend duhet synuar tek shtresa e mesme. Pra ndjenja barazisë, vërtet nuk jemi më në komunizëm, po ato
motivet e revolucionit francez janë motivet që mbajnë gjallë sot Europën. Këtu e 200 ca vjet. Kështu që ne nuk kërkojmë t'i bëjmë të barabartë, po t'ju japim shanse barabartë. Ti që nuk të miq. Unë për këto po flas, këto janë konceptet e drejtësisë për cilat unë kam qenë i bindur që duhet veprojmë kështu dhe kam thonë, hajde tani, ti lëm llogjet e dokrat e ti bie, megjithëse po i bie kush tyre i rash vet. Po pikërisht pra, sepse në këtë rast a duket se gjermanët kanë marrë, po themi, rolin e amerikanëve, të cilët tani janë angazhuar në lindjen e mesme në kuptimin në raportin e tyre me politikën shqiptare, dhe a mund t'i vihet i Ramës fundi nga vetë gjermanët? Po pa dyshim edhe të vjen. Ai mund ta lidhë litarin në Izrael apo në Amerikë, po do të bie edhe këtej. Po nuk ke ku shkome. Tani ka ardhur një moment që Rama rregullon një vrim themi ne në çati dhe i hapet i vrim tjetër. Kështu ka ardhur puna. Kështu të vjen fundi. Le mos ta pranoj Rama dhe një parti aty, le të rinë aty. Le të dëgjojmë pralla. Por të fundi do vi ditë. Por jo të vi fundi sa të lodhet ai duke u tallur. Do të ishte më dinjitoze për njerëzit të bëshin njerëz. Pikërisht pra, sepse pikërisht po trajtoj kështu, do të më thonë mua bravo të qoftë Messenger në telefon dhe në rrugë, dhe pikërisht ata që më thonë bravo të qoftë në kafe, kur jepet, po flas edhe për ambientin ton, të medias. Po. Gazetar njojnë pa fund, politikan pa fund, dhe kur dalin kafe, njëri që më thot mua bravo nga PD-ja, bie prap ke niveli Berishës, tjetri nga PS-ja që thot bravo mua, bie prap ke niveli Ramës. Tani çfarë do të them unë, që ku e shoh unë lojë më tepër sa merret vesh me Spakun Rama, unë siguroj 1000% me fakte dhe prova, merret vesh me Berishën. Dhe një popull nuk mund të jetë përjetësisht budalla. Mos e kuptoj këtë. Dhe aq më tepër nuk mund të jetë përjetësisht dhe i poshur ka shi vetes, sa ta pranoj pafundësisht të gjë. Se ka që e pranojnë, po kështu është. Atëherë rive o mbyll gojën, ose mos u ço, bën zhurmë, turbullon ujin kot, edhe në fund fare e pranon. Bile jo e pranon, po dhe i jep legjitimitet këtij raporti. Në vitin 2008 u morën vesh bashkë zotërinë për kodin zgjedhor. U morën vesh dhe 2024 dhe 2025. Tani të zotrosh të kod zgjedhor, mekanizmi me cilën mbahet apo lëshohet pushteti dhe kontrollohet i gjithë pushteti. Ju mendoni që këta që janë opozit, sidomos pjesa titullare të tyre, kanë problemet e shqiptarëve të thjeshtë? Po patjetër që jo, se duket edhe në rastin e banorëve të Rriollit ku Berisha ka ngritur duar lart edhe s'po ndërhyn fare. Nuk flet për Bashkim Uli. Pikërisht pra. Pikërisht pra. Baron, bie e gjithë ajo çfarë thot për veten ai unë, po kush e ti më? Se ky thot unë ke PS-ja. Unë ky ke PD-ja. Nuk ka si këta. Po kush janë këta? Çfarë të mirë kanë bërë Shqipërisë ta? Se sensi i erojit që i jep një shoqëri është ai që sakrifikon veten. Po këta s'kan lënë njeri nga raca tyre pa e bërë mbret e princ bashkë. E pasha. E kanë marrë gjithë Shqipërinë, e kanë çuar te Kunetrit, te Baxhanakët, ke Çuni, ke Goca, ke Gruaja, ke ish gratë ku ta di unë, nga e kanë çuar. Pra ti s'ke lidhje fare me heroizëm, s'ke lidhje fare me atë që thua që ore, unë ju dhash juve. Ne në vend të forcojmë këtë pak drejtësi, se kjo drejtësia do shkojë tek këta. Pikërisht prandaj ndërtova dhe unë pyetjen në atë mënyrë që si është e mundur dhe çfarë halli ka Edi Rama kur vetë Brukseli ja kërkoi në mënyrë të prerë që dorëzimin në një farë mënyre i Ballukut. Bëhet pyetjen si duhet bërë. Çfarë halli ka Rama? Halli vet ka. Rama nuk ka lidhje më me Spakun, Spaku ka vepruar njësoj. Ja kërkoi njësoj, si për Benametajn, edhe për Ballukun. Ky ka halli vet. Kur të hapen letrat nesër do kuptojmë ku është halli i tij.
Në PS po ndodh një dukuri dikur është përdorur kundërshtari. Edhe është përdorur edhe nga dy palët. Do me godit kundërshtarin partinë tënde, jep një informacion, një kundërshtari, edhe godet ai. Për shembull, kështu mund të kemi The Albanian. Persona që e nxorën nuk e kanë ditur që janë servitur nga të tjerë. Nuk ka ardhur informacioni, e ka kanalizuar që ta thotë ai me Demekës Zbulej Pari, po ka vajtur me kanalizim të qartë. Edhe kanë goditur dy nga tyre, që ishin atë kohë Gjik Nuri dhe Amela. Mua kështu më rezulton analizën time. Por tani po godasit të tyre edhe kështu, siç kemi rastin e Nesti Angonit, apo ka dalë rasti Akshit. To kanë dalë nga brenda PS-s. Me bindje plot të them që kanë dalë nga brenda PS-s. Këta dikush ka thonë, po bëhet lojë këtu, po e marrë gjithë me vete. Edhe ata nuk rinë atje, domethënë, në mënyrë më të depersonalizuar nuk guxojnë të diskutojnë. Ti dhe unë kemi atë vërtet këta kanë miliarda dollar apo euro apo franga, si duash ti, miliarda i kanë. Kanë çmendur dhe vetë çmendinën kur i thon. Kanë të kaluar çdo lloj parashikimi se këta kanë hyrë vetëm për të ngrënë. Vetëm për të vjedh. Por ti dhe unë kemi luksin të themi ca të vërteta, të flasim si e mendojmë. Këta nuk e kanë. Këta janë peng. Janë peng, po janë peng edhe televizionet më të mëdhaja. Në Shqipëri janë peng. Nuk përmendin dot as to emra që ne përmendim këtu, nuk përmendin dot as oligarkët. Ndërkohë që unë mendoj që drejtësia në Shqipëri do të vijë dhe s'do kemi fukarallik, kur mos kemi këta oligarkë një, të bëhet një shpërndarje pasurie 2, forcot shtesa e mesme 3. Pra, të zhdukim varfërinë edhe pasurimin e çmendur, edhe pa drejt, duke krijuar tregun me të gjitha ligjet e duke marrë parë humanizmin. Pra kjo Europë ka pas frymë humaniste, nuk ka qenë kështu. Një nga njerëzit që kanë ndikuar më shumë edhe në të drejtën është Thomas Akuini. Janë dy Thomas Hobbes, Thomas Akuini. Është më i vjetër Akuini. Edhe vinte nga pjesa fetare. Vetë baza, ku quhen, a kemi në ligjet pa drejta? Çdo më thënë, shtet ligjor edhe shteti së drejtës. Se shtet ligjor kemi edhe ne këtu, me ato taksat edhe me diskriminimet që kemi ne. Ti e merr të pa drejtën dhe ligjeron. Me çfarë? Me deputet që ti i ke lënë. Po të kam folë unë edhe të tjerë që kanë ato guximin për të thënë, por ne nuk mund të votojmë për Vegla. Deputeti do të jetë i pavarur. Ti e zëdhënës, jo i kryetari partisë, që për mua kryetari partisë tyre është oligarku më i madh Shqipëri. Ata në urdhrat e tij, se deputeti nuk e zgjedh populli, e zgjedh ai. E vendos ai listën. Dhe ajo ka thënë fare mirë. Po kështu ke PD, kështu ke PS, kështu në gjitha partitë. Ja ka thënë pa mua jeni hiç. Pse? Me kalimin e viteve fitoi besimin e, si duhen mas këta. Juve më duheni atje në mënyrën më të bukur dhe kanë merituar e lash me barë, tha, Djelzën me 83 firaun vegjël. Pra, këta i quti statistikë. Ditë njësoj. Pra, u depersonalizuan dhe deputetët. Atëherë ne këta bëjnë çdo dhe ligji. T'ju afrosh e miratojnë këta. Po jo, momenti që ligjet e padrejta ligjerohen edhe bëhen të tyrueshme, e thua ti do zbatoj ligjin. Po kur kemi ligjet padrejta, atëherë i bie që përfaqësuesit tuaj, që janë parlament, kanë ndryshuar anë, nuk janë më përfaqësuesit e interesit popullit, janë përfaqësuesit e anti-interesit. Atëherë populli dhe popujt e qytetëruar e kuptojnë thirrjen, i drejtohen atyre ligjeve që janë pandryshueshme. Dhe kush janë ligjet e pandryshueshme? Janë ligjet hyjnore, të cilët rreth parë janë baza ku mbështeten të drejtat e njeriut. Vijnë nga ato ligje. Vijnë nga drejta hyjnore dhe drejta natyrore. Dhe ne kemi me OKB është sanksionuar
që të ketë një minimum njerëzilliku ky shoqëri njerëzore, 47 OKB sanksionoi drejtat universale të njeriut. Në kohën e komunizmit shumë këto drejta ne nuk i gëzonin, që nga drejta fjalës. Tani unë flas me ty, flas për të drejtën me ty në mënyrë të sinqertë, siç e mendoj, edhe veproj me të drejtën, ku sursh më kanë lënë të dyja palët. Diskriminim total. Ti marrë të gjithë qeverit bashkë që ka pasur Rama, edhe vetë, nëse ka ai certifikime më shumë se mua, dhe gjithë qeveria e tij, se tani s'jam mbaj më emrat, po gjitha çka ka pasur bashkë, edhe merit dhe kontribut, unë e vë bazë publik. Por jo, e unë e kam parë instalimin e meritokracisë si hapin e parë të vrasjes padrejtësisë. Ku i ke? A bën tani njerëz nga 20 sa vjeç që i emron sipas qefit. Emron dhe djellëzën, atëherë bëu si Caligula. Bledhën e Gomar Peqinin e çon parlament. Tani ne po flasim për të. Pse ndodh kjo? Se baza sot që duhet reagoj, që është populli, nuk është. Nuk është në parametrat e durat dinjitoz të një qytetari europian që nuk të lejon ta shkelësh për te një caku caktuar. E ti mendon që ky popull pa dinjitet shkon në Europë, kur mos vaft. As më intereson fare. Ky popull nuk e meriton. Sa kohë ky popull është zhele, që zgarabitet dhe jargavitet sa ke Rama ke Berisha, kur mos vaft në Europë. Se realisht, ku e shef në thelb, është ky popull që ka fajin. Jo po çfarë do bëj populli? Ri atjeti. Mos lëvisti, mos luajti. Sakrifikoj unë dhe fëmijët e mi vetëm për juve. Se i kam sakrifikuar unë të. Për të gjithë llumi dhe fundërina që mban politika shqiptare duke përballur unë, e kanë bërë punë e tyre. Jo sakrifikojnë fëmijët e mi. E dyta, si mund shkosh ke deputeti kërkosh vende pune? Ne kërkojmë që deputetët bëhen zëdhënës të politikave të gjëra. Po blesh qit votën me vende pune, edhe kërkon pastaj të japësh drejt vetes kanë votuar. S'ka guxuar njëri të më thotë mua, voto për mua se do të jap vende pune. Kur s'ka guxuar? Në kjo se ekziston një patronazhist, ekziston dhe mundësia që ai të bie në kontakt me hallin e një votuesi, ta pyesi e të bëjë dhe pazarin. Të jap kaq, më jep kaq vota, të jap kaq vende pune, apo të jap të tender, apo të jap atë. Po këtu pazari kanë dalë shesh. Ne kemi ditur se ku do të që do emroheshin do merrnin një shpërblim. Edhe njerëz nga PD-ja apo nga LSI-ja apo nga PL-ja që tani janë emëruar në funksionar të lartë të qeverisë Rama. E kemi ditur që para zgjedhjeve. Këtu pazaret bëjnë hapur. Pse njerëzit nuk reagojnë? Këtu është më e thellë. Dhe përdo drejtohem ndërgjegjes të njerëzve. Do bëjnë njerëz me dinjitet. Atëherë do të keni pak dinjitet nëse nuk ja njeh dinjitetin vetes, nuk ta njeh Rama e total. Dhe ata deputetë e PS-s, aty të bëhet mirë. Se kanë kaq kohë që rinë si zombi. Bëhen ato kongreset me nga 10 orë fjalim vetëm një njerëz ta dëgjojnë, edhe bëhen me disa etapa një kongres gjatë 25 muaj, dhe kur vjen dita e thotë rini urtë se pa mua jeni askushit. E mbollën vetë, e krijuan vetë këtë dhe e meritojnë. Kështu e meriton edhe populli. Populli s'ka çfarë bëj populli. Duke mbetur te pjesë, përqafoj parimet dhe dignitetin dhe pasaj të thotë jam popull. Nuk ka popull tillë që merret në përkëmbë në Europë. Nuk është Europa kështu zhele, siç e mendojnë këta. Duke mbetur te pjesa e Partisë Socialiste që ju e përmendët edhe pak më parë, a mendoni se mund të ketë një lëvizje të eksponentëve brenda vetë Partisë Socialiste për t'i thënë Edi Ramës që kaq është boll, kaq është mjaft, dhe a shikoni figura si Erion Braçi apo Elisa Spiropali, e cila së fundmi u shkarkua edhe nga ministre e jashtme? Unë parashikoj që nëse largohet Rama ose kur të bie nga pushteti,
do të bëhen më keq se zheljet. Më keq se BD-ja. Po pse çfarë kupton ti? Këta janë rast tjetër, shqiptar ta. Edhe aq më tepër që janë një nivel. A kaloi dashura nga këtej kështu. Ose ajo caka nga poloja këtej. Ku ka aty? Po ti ishi partimi ditë të ku e çon ti? Ku e çon? Kush tha ty ti marrësh njerëz këtu? Si është? A ka një vullnet kolegjal? Parti politike janë mendime të organizuara. S'ka demokraci nga poshtë lart, e vran këta dy. Pa ka një lëvizje aktualisht brenda PS-s? Po ka pa kënaqësi, për momentin rrin urt. Sus, jo urt, po sus. E fjala urt nuk e meriton, fjala urt është fjala e madhe. Sus. Se vetëm Spiropali dhe Fatmir Xhafaj nuk ishin në seancë për të votuar pro mbrojtjes së Belinda Ballukut. Atje ka shumë që janë pak naju, ju një personalisht, po zguxojnë, vjen rresh prap. Sus. Po së shalli këtu, shalli këta të tjerë të opozitës që janë shitur. Kur të hapen mirë letrat, do ta shihni mirë. Ta shihni mirë. Edhe si u shit ajo dosja e incineratorëve dhe çfarë synua me të. Pra, këto pabesit janë që e shqetësojnë Ramën, nuk e shqetëson kundërshtarin. Por për momentin janë në krizë të dyja palët. Po i shohim që janë në krizë. Njerëzit PD janë të bindur që në këtë mënyrë nuk arrin dot kur në pushtet. Njerëzit PS janë të bindur që në këtë mënyrë s'mund shkohet më gjatë. Tani hajde kuptohet se kush është zgjidhja. Prandaj gjëja më e zgjuar që është serviru është të jetë një qeveri tampon. Minimumi një vit, unë jam për mendimin të jetë 2 vjet minimumi, me program të qartë 33 kapitujt për të plotësuar dhe për të bërë disa reforma dhe për të garantuar për herë parë Shqipëri zgjedhje të lira të ndershme në një ambient larg ndikimit direkt të krimit, të trafikut edhe killerave që kanë marrë pengë jetën shqiptare. Pra, një qeveri pune e pavarur nga dy partitë dhe mundësisht mos miratohet as për tyre. Do të ketë këshillësigurie dhe të tjerë. Dhe vetëm ajo mund t'i japi rrugën Shqipërisë për në Europë shumë më shpejt se sa dërdollisin të gjithë politikanët e lartë bashkë. Unë këtë mendoj, është një zgjidhje juridike mbase e vetmja. Po sa i përket vetë Edi Ramës në raport me Bashkimin Evropian, çfarë po ndodh, sepse sa herë që ka krizë të brendshme apo sa herë që Vučić mund gjetet në vështirësi, Edi Rama jepi dorë atij teksa së fundmi në një shkrim në gazetën gjermane Frankfurter Allgemeine Zeitung, ata bën një propozim ndryshe për integrimin në Bashkimin Evropian, ndryshe nga sa kishte thënë Edi Rama deri dje për integrimin e vetë të Shqipërisë dhe Ballkanit Perëndimor në BE sa i përket vitit 2030. Shikon, Europa ka synuar disa herë që për arsye gjeopolitike ta përshpejtojë. Ka dy mendime. Ta përshpejtojë antarësimin e Ballkanit Perëndimor on blok. Pra kjo pjesa jonë me musliman të ndërpresin ndikimet nga elementet islamik radikal që mund të kenë këtu, dhe pjesa tjetër që janë pjesa slave të ndërpresin ndikimet anti-europiane nga Rusia. E vetme gjë është, por njëkohësisht linje caktuar kërkojnë se s'mund shkosh tani gjermanët dhe francezët kanë qenë armiqt më të egër me njëri tjetrin, pa të kufirin atje Alsace, Lorraine edhe më poshtë Rheinhaldi që ka qenë, janë vrarë, janë therrë, edhe vjen puna, sot janë aleatë më të mëdhej, i marrin që me kohën e Mitterrandit dhe tjerë, kanë pas takime çdo 2 muaj me njëri tjetër dhe krijuan direkt mbas lufte edhe shoqërinë e madhe të Çelikut, të Gjymërburit e tjerë, ku është baza e tregut evropian dhe Europës. Tani shumë mendojnë që pas zgjidhur problemet shqiptarë dhe serbët,
nuk mund të shkojnë me këtë konflikt së bashku në Europë. Këtu ka bazë për të menduar. Por problemet shqiptarë serbe duhet zgjidhet duke marrë parasysh pjesën më nevralgjike, se nuk është vetëm Kosova, ne kemi edhe probleme tjera. I gjithë Malizi është pjesë më e madhe e popullsisë shqiptare që ka humbur identitetin e saj, ka humbur gjuhën, është asimiluar. Të shkosh e të ecësh, në një moment thonë jemi bosnjak, pastaj ju del që janë shqiptarë që kanë humbur lidhjet, kam gjetur dhe nga jugu që janë me emra me Ilç, Toskic, gjeta një familje atje. Nga Toskoria kishin ardhur 2-300 metra përpara kishte shkuar atje. Kanë humbur gjuhën. Shumë tjerë i njihnin për malazez, fakt nuk ishin malazez fare. Pra ne kemi shumë probleme për të pasur. Por nuk mund të shkohet në një akordancë të madhe me vëllain serb, duke bërë sherr në një kohë zihesh me këtë vllain shqiptar që të ka bërë nëna këtu, pra me Albinin atje. Pikërisht pra sepse Kosova nuk e ka pritur mirë dhe Donika Gërvalla, ministre e drejtësisë, ka pasur një reagim të ashpër kundër drejtat e Ramës. Unë flas me atë që them unë. Pra ti je detyruar të njohësh realitetin. Por nuk e njohën e ka përcejon këtë. Po mirë bëj. Se kështu nuk njohën dhe realitetin në Shqipëri. Dikush së një mua, unë së një ty, emine, u gardë emine. Me teka, do të ish politik me teka, po jo. Le ti dali u i zi vëndit, po që për teka. Tani nuk mund të shkosh me teka. Teka njohë se jam unë, ja s'kushi. Na e more jetën, faqen e zeze paq, ti dhe tjerë, po ja s'kushi. Dhe në këtë rast, servilët që kam PS, duan më shumë PS-n se sa një çështje kombëtare, se duhet flasë. Nuk shkoj politik të jashtme, duke mos njohur atë. Ore, ky është një faktor. Është një popullsi që po voton më vete nga ty. Nuk do t'ja di fare për ndikimin tënd. Ka zgjedhur atë kryeministër, atë qeveri, je detyruar ta njohësh. Dhe i detyruar të gjithë faktorin politik kosovar ta respektosh njësoj. Çka kujton, se i hyj punë qafë, thonë, i shef to dele këtu, do të bësh dele edhe atje, por nuk i bën dotër. E sa do para të kesh. Maksimumi do ndikosh në një kancelar të një vendi të vogël si puna Austrisë. Që ato benefiti që i vinë që këtej nuk mund t'i krijojë kur në atë vend atje. Nuk mund ta bësh politikën e madhe për shumë kohë nga një vend i vogël. Ne si jemi as Katari. Se Katari justifikon atë pasurinë që ka, po ti s'mund ta bësh. S'të lejon etika, s'të lejon mundësia e krijimit të pasurimit Shqipëri të shkosh më tej, edhe sikur të kesh takatin real. Mendoj që ka gabuar në këtë pjesë politikës. Ka gabuar, raport me këtë ka gabuar. Por që ka një frym që thotë, këto duhet të zgjidhin problemet bashkë, pastaj të vinë, dhe do vinë në blok. Ka një frym. Po i ku sot Malizi, e njerë Moldavia dhe pastaj do tjerët, jarë e bitë 2020. E por nuk ndryshon gjendja e një populli, Zoti nuk e përmirëson gjendjen e një populli që nuk do të ndryshojë dhe ai vetë. Kështu është. Ne duhet të ndryshojmë vetë, duhet të emancipojmë veten tonë, qëndrimin politik. Ne kemi 2 forca politike që kanë qenë pushtet, janë fajtore, kanë instaluar të shernaj, për nuk është fare diskursi politik i vendosur në terrenin e të bërit të vendit. Diskursi politik është i tërë i vendosur në terrenin e zhbërjes së vendit. Pra, të gjithë faktorët që i ke atje, i ke të cilët njëri luan për të qenë në vend të parë në opozitë, dhe tjetri thotë ta shtyj derisa të vi spaku ke dera. Pra, unë mendoj që edhe të shkosh në Europë, po shkojmë pak para kohë, bile më ngacmuese është teza
të shkojmë në Europë, po mos kemi drejt në vetos. Jo, më qytetar diskriminuar nuk do shkojmë. Shkojmë si gjithë tjerë. Plotësoni kushtet. Po pse nuk plotësohen kushtet? Se vetëm kapitullt 23-24 plotësosh, gjyqësorin, drejtë themelore dhe drejtësinë që vjen pjesa tjetër, 24, i bie që të afektohet i gjithë ambienti politik dhe ekonomik shqiptar. Të detyrohesh pasaj të krijosh tregun e lirë nga koncesionet, monopolet e butadion. Nuk mund të vazhdoj kjo punë kështu, vetëm me deklarata politike. Dhe Europa thot, hajde plotësoj kushtet. Se ti je i zoti i vendit këtu, e ke nështruar këtë vend, e ke tjetërsuar, e ke tallur si ke dashur, po atje deri në Europë se ka mund, thot Gjermani, thot holandezi. Hajde futur në Europë deshe. Uroj ty e ndjekur dhe parat që kanë quar në Dubai e në Katar, bini bon moti ke parat e këtyre, se kur vjen e keqja di nga gjithë krahët pastaj, nuk e mbyll dot më. Edhe për kraja që ka nga Amerika me kusht, edhe ajo aty mbaroj, e të vazhdojnë, tregojnë mallëstinë, se ishin mallëstor deri dje. Unë mendoj që ne duhet t'i vëmë kishin kokës ta kuptojmë. Që radhë parë të shkuarit në Europë do thotë të bësh të tuat parametrat europianë. A i kemi ne këto, a kemi ne të dëshirë? Qa ndryshon në Europë? Që komunikimin rrugë njerëzve, komunikimin media, komunikimin administrat, ligjet që sigurojnë administratën, pra që japin një dignitet qytetarit. Ne themi ne, filani ose filane, ke qef kur e shef si europian. Pse nuk u bëgemi ne? Unë kam fotografitë të parëve të mi, me ato kostume do pjopet edhe me ato kapelet që kishin bredhur Europën që në atë kohë. Dhe ishin krenar. E pse ishin në Shqipëri të vogël, pa ma sa kishin dalë nga një perandorie madhe, e ndjeni atë hijen e rëndë i shtetit serioz. Si nuk u bëgemi ne? Kështu që nuk bëhe Shqipëria, po nuk u shbë mafia kullave. Edhe pasimi parave. Kështu që këtu do kemi ndihmë nga miqtan amerikan, ke pjesa tjetër korrupsionit janë përqendruar më shumë miqtan europian, që do fusin dhe? Do fusin një trafikant familjen e tyre. Si u bëtë kjo kushtier? Do të marrë në shtëpi unë ty, në kohë që ti e killer, trafikant, hajdut, e tjerë. Që do fusin? Do fus belan në shtëpi? Ta thjeshtësojmë atë. Parametrat e mëdha. Dhe që do i ofrojmë Europës ne? Ata duan siguri. Dhe këta thonë, unë në pushtetë kam siguri. Ai tjetër thot, edhe unë opozit kam dorë me siguria, se do bëj kaq veta në proteste të tregoj çfarë. Ta ka dhënë një mesazh. Pra, si njëri dhe tjetri, me gjyna të pafundse. Ky është realiteti që këta i denoncon vetë realitetin, nuk i denoncoj unë. Edhe ai që nuk ka thot, dhe ai e u di. Me këtë ambient frike që kanë mbjell, tregon që ky popull është në hapat e parë të zgjimit të tij për të kërkuar dignitet. Unë mendoj që thira më e madhe është të japin mesazh njerëzve. Çfarë keni frikë? Me frikën duhet të përballesh. Sa më afër i afrohesh frikës, më shumë zvogëlohet. Këta janë si qend e poshtër të plerave, politikanët tanë. Po njike, këta të kafshojnë, të entrima. Ne du përballem me këtë. Këtë kam bërë dhe unë. Ç'është ky do marrë ky 200 milioner, do marrë gjithë pronësinë OSHE-s. Ky me këta, kështu kam thënë, kështu kam vetë. Po ç'a jemi ne? Vdekur jemi ne? Që e merr ka ky? E nuk kam pyetur hiç, dhe jam bërë keq. Edhe ministrat e Ramës, që unë bëra 2 kallëzime. Kjo është më interesante për të thënë. Dhe kështu mendoj ti, Bardhi, që ne duhet i bëjmë thirrje njerëzve për dinjitet. S'kam kërku të pse kam qenë larg, e kam poshtë edhe të ndimin për të konkuruar diku në politikë.
Për arsye se do tonin, ora ky pas ka hyrë për fituar kredo politike. Sa jurist ke pasur në për panele, pak para zgjedhjeve, për të investuar ke veta për të bërë dëgjuar. Edhe kam folur për shembull pro Berishës, po marr si shembull. Momentin që Berisha nuk i ka marrë aty tani dalin kundra. Janë ata më tepër se unë. Po këtu nuk hyet, unë nuk mund dal para njerëzve, do mund të flas për llogaritë që do kem unë nesër për karrierën time. Jo më. Tu nuk bëhet fjalë më për karrierën. Tu bëhet fjalë që mua më dhimbse që ne kemi mundësinë, po një popull që ikën, është popull që nuk përballet. Ti po vret vllajën tënd për çështje prone. Po e vret ku ta di unë, edhe për i thashë them, komshiun, për një parkim tjetrin. Si ka mundësi nuk përballesh ti me padrejtsinë aty ku je, aty ku jem. Kush i bëri gjithë ta trima, gjithë ta arroganta, a janë arroganta, me kryetar bashkie, me deputet, me ministër kryeministër. Si ku i gjenta? Tani kush popull është? A jemi ne popull i lirë, kur si e lirë nga Afrika, nuk je i lirë. A jemi ne dietoz, a jemi ne europian. Që unë këtë shoh, por do hyj unë në Europë se bën Rama pazar me Vučićin, po dhe nga 12 metra të jenë të dy bashkë, jo më nga 2 që janë. Po nga 12 të jenë, nuk jemi ne rraqe që na merr Rama na çon në Europë na sjell Rama. Më të mirë se ne nuk kemi më të mirë, po më të mirë se ne nuk ka. A vazhdohet me këtë idiotizëm? A mund bëhet moto kjo? Unë nuk e di ç'a niveli është kjo. Sofizëm pa lidhje, pa lezet. Shoqëruar dhe me tallavan vetëm për para. Ne kemi nxjerr kompozitorë si Çerzadeja, po marrim Limos Izdarin që kemi tani. Ne s'pas kemi ne një se edhe ritmi është pjesë e popullit, edhe filozofia e studion. Ne si përkasim fare aty ritmi. S'ka të bëj me muzikën shqiptare. Më mirë ve një vallë ritmike tropojës të kënaqë shpirtin kur ngjan. Me atë ritëm si lëtyrë aty tani, pa lidhje. Si ku po tallesh, domethënë. Edhe realisht tallë. Në këtë realitet shofti. Avokat, unë të falenderoj që ishit në Agora News. Edhe unë falenderoj ju. Jeni shumë të vlefshëm këto momente që televizionet do ju dali, do e shihni më vonë, se çfarë ka ndodhur me median e madhe. Nuk po flasim para kohë dhe besoj që do të ndryshojë qendra rëndesë. Do të marrin shumë vlerë këto dritaret e vogla, po të pavarura të fjalës lirë. Faleminderit ju. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.